Turistët nga Italia janë ndër atyre që dominojnë në qytetin e gurë të Gjirokastrës. Së fundmi një grup prej 30 vizitorësh nga Palermo ka mbërritur në Gjirokastër si pjesë e një turi të organizuar në disa prej destinacioneve më të njohur të Shqipërisë. Vizitorët italian janë tërhequr nga arkitektura unike e Gjirokastrës, ku shtëpit prej guri dhe rrugicat e ngushta ruajnë origjinalitetin e tyre. Është hera e parë që vi në Shqipëri. Miku im Mario ma propozoi në fund të vitit të shkuar, që nga ajo kohë u bëra kureshtar për ta prenotuar. E konfirmoi atë që më pati thënë shoku im, pasi këtu është çdo gjë e bukur. Punimi me gur na ka bërë shumë përshtypje, duke u ndërthurur mes rrugicave me kaldrëm dhe banesave duket mrekullueshëm. Lorenzo Lonoco, udhërofyesi i grupit, ka gati 13 vite që sjell turist italian në Shqipëri. Ai tregon se interesi për Gjirokastrën prej tyre është i lartë dhe po shihet gjithnjë më shumë si një destinacion autentik dhe i pa eksploruar plotësisht. Sot kemi një eskursion për Gjirokastra, kemi një drekë dhe kuzhina tradizionale, tradita shqiptare nga Gjirokastra, vizite kalaja, shtëpi medieval, shtëpi autokton. Për shumë prej turistëve, ky qytet përfaqëson një përvojë të rrallë kulturore dhe emocionale që ndërthuret me historinë dhe peizazhet e mrekullueshme.